Pyetja e radhës thot: Selam aleikum hoxh. Burri i motrës time ka probleme shëndetësore thot dhe nuk mundet me bë fëmijë. Ne kemi ndëgjuar që familjarët e burrit të motrës tash po dojnë me marr ujin e kunatit saj dhe me bë fëkëndim artificial. Mirë po motra është thot pa dijeni dhe nuk din asgjë për këtë punë. Unë jam në hall, qysh me i tregu motrës dhe a lejohet një gjë e tillë? Nuk janë tokë të Zotit Mileti, Nuk janë tokë buks, nuk janë mileti. Një pjesë e madhe ty. Që bëhet kjo punë? Që bëhet kjo punë? Me fart huj, me me qëtatë zanë, e me rajt njëse qatë fëmi, me thonë këte ki babë. Këte ki babë. Kënë një është lej për lejët zinas. Fare huj, në bartë huj, që s'kanë koror. Në ndë, që e frytë është jo legjitim. I ashtë leqë. Në fjallon e popull të kopil, fjallon e popull të tonë. I ashtë leqë shumë. Në tre, po i rrenë miletin, po e rrenë fëmijën. Ta në jetën ki me rajt ata, se babë ki filanën, a filanën ki miqë. E a miqën ka babë. Ki me rajt. Nën katër, për disa gjërat bëhen aty haram pastaj. Djali miqës. Prindrit i kam vllazni. Tash ky djali miqës, me ki tjetërin këto, që ky ka që me pas dë vetë, ky ka që dash me pas dë vetën, po tash ky vend për këtu të karë këto, tash që këtë grunë nuk e ka mahrem. Mirë, pa që ka nanë tina, pa që ka të tjertë. Këtu ndohen të në senet, bre. Dhe ke i bije mu përzije fara, mu përzije gjaku i njerëzve, gjenezat e tyne, mu përzije mu bërë lëmsh. Dhe i bije me shkel ligjet e Zotit. Se rezultati kësaj, kjo është haram prej harameve të mëdha sa të dush të mëdha. Dhe është ndaluar me të gjitha mendimet e akademive bashkohore, se kjo mesele e re, nuk është mesele vjetër, e akademive bashkohore, e ulemave bashkohore, deri në këtë dakik që përflasim në ti. A i njëri që i tutët Zotit sa do pak, në veprim të tim nuk e zëmë pa. Si rrjedho i kësajna, ti që ki motër ata, dohet me kallëzue edhe ki vajgjeb me kallëzue. Nëse unë e di që ty të të bëni kurth, qoftë të familjarë të tu, unë jam i sigurt, a se kam bërsh me të kallëzua, me të mbroj për që se kurth, apo le të bëjnë që ka dojnë. Nuk jam bërri mirë nëse thamë le të bëjnë që ka dojnë, ose më dhim besimi pas pata që jam i bëjë, je pate, po je bërri ligë, je pate, mujtë me tha njerët, familja jote në të bëjnë i kurth, ata në kënë të buks, unë nuk ti që më qasë me ta, se kam të hujt, ose më këtë që këptojnë, ose vinim rrejnë të shbija. Por ty për ta bëjmë i dije, veç mëse qëtë që për të kalëzeja. Të jenë të bëjnë i kurth ata. Këtë rast, jenë të bëjnë diçka që është kundërshtim me ligjet e Zotit. Kjo kusha përdo kurth ma të keqe mo, kurse vajza nuk e din. Bërë që kemi kalëzu. Dhe e vajzë e ka haram e pranu. Apo e grua. Haram e ka pranu. Unë po mujtë tash me menu, po du menu mirë, se po më dhimen ata që po më që në kërkon të buks, që nuk i di këtë sene. Po ne kena bërsh me kalëzu. Dhe kanë bërsh me na vetë, ashtë sa mirë që kanë vetë. Mirë, e qëka ishë bo
po të këshë marrë vesh ne, apo po të sharp që ke pyetje, mas më të moti, kur që e fëmi del mu. Edhe bën pyetje që e gru, apo dikush tjetër, njëjtin pyetje, thot, por tash më ka ndodhur dhe fëmia është përgjit. Që këshë më thana? Që këshë më thanë? Në këtë rast, pyetjen e ka bërë me kohë, anëpse nuk është rasti i parë që ne e bëjnë këtë pyetje. Për ata pa thonë në këtë tokë të bukë se ka shumë raste të tilla. Unë nuk e kam qartë këtë meselën, a jena muslimëmre. Të fekundime artificiale atje shkojnë sot në për shtetet e perëndimit, ujtë e mashkullit shitet në për barnatore.